Sara, çfarë të shqetëson me çfarë nuk pajtohesh në sjelljen e Indrit? Atëherë, Bana, unë në fakt, kur ka qenë Vanesa këtu, jam kursyer shumë për mendimet e mia që mund shpeshherë mos kenë qenë pozitive për Indrin. Nuk kam ndikuar kurrë te marrëdhënia e tyre dhe edhe në javën e fundit që kam parë disa gjeste që mua nuk më kanë pëlqyer, prapse prap Vanesës nuk i kam thënë gjë sepse nuk kam dashur që të jem personi që do të futet në mes duke e ditur që Vanesa lëndohet në këtë situatë. Për cilat gjeste ke fjalën? Javët e fundit të Vanesës në shtëpi, ditët e fundit të Vanesës? Gjeste që e kam parë pak më të ftohtë, gjeste që tha dhe Iliri, që jam përmendur dhe javën e kaluar. Pas daljes së Vanesës kam parë një shkëputje totale të Indrit që unë kam njohur deri kur ishte Vanesa në Indrin që unë po njoh tani. Dhe unë nuk e di se kush është Indri real, me thënë të drejtën. Javën e kaluar dëgjova 2-3 komente të cilat i kisha vënë re gjatë javës, po nuk i kam komentuar, cilat ishin kundrejt Klevisës dhe mu duk shumë e tepërt dhe as pak normale kur ti e di që jashtë ke dikë që ty të pëlqen, që je lidhur për më tepër. Pastaj këtë javë ka qenë e njëjta situatë me mesazhin që i erdhi, shumë mirë mund thoshte vetëm faleminderit edhe kaq, por jo, siç u tha edhe te klipi, vazhdoi diskutimin. Janë gjeste që nuk më kanë rënë vetëm mua në sy, por unë si shoqe e ngushtë këtu brenda e Vanesës, patjetër që i shikoj pak më afër zemrës, duke e ditur që ajo vajza që është jashtë është më e ndjeshme, më sensitive dhe nuk ka se si reagon kundrejt këtyre diskutimeve që mund të bëhen këtu. Kështu që me vërtet mund ta ke marr pak më për zemër, por realisht unë mendoj që është e tepruar gjithë sjellja e Indrit që pasikjes së Vanesës dhe më duket sikur i ka humbur busulla dhe po mundohet ta gjej në çdo cep. Për më tepër që unë personat që nuk kanë një shtyllë kurrizore dhe nuk mbajnë një qëndrim, nuk është se i kam shumë qef, dhe më duket sikur Indri që në pasikjes së Vanesës po funksionon në mënyrë të tillë. Nuk e di se çfarë mbllefi kaq të madh pas ka Indri kundrejt meje, se unë nuk besoj se i kam bërë diçka. Unë e kam shpjeguar dhe në prajmin e kaluar qëndrimin tim për Indrin edhe për dëshirën e tij për të gjetur dhe për të kapur situata. Ka pasur një javë të tërën për të pyetur cili është shqetësimi im, nuk ka ardhur dhe ka bërë enkas këtë gjë sepse ka pasur frikë nga përgjigjja ime që është kjo që po jap tani. Mua Indri nuk më duket real. Mua Indri më duket si një personazh që ka ardhur këtu në këtë moment dhe do që të mbijetoj dhe një javë më shumë. Përndryshe, opinione për mua do t'i kërkonte njerëzve që kanë një opinion për të dy dhe jo njerëzve që kanë një opinion të keq për personin që ti po flet keq. Dhe e dyta do vinte dhe të më pyeste sinqerisht si një shoqe që cili është problemi që ta shpjegoj. Duke qenë se ai e ka pas përgjigje, nuk ka ardhur fare dhe është mjaftuar me dhëmën e agajit. Indri? Atëherë, në radhë parë, unë jam akuzu, siç po e thotë edhe herë Sara, që nuk i tham gjana troq, por flasne për cepa. Sepse e ke bërë? Atë nërprejva, Sara. Po jo, po e ka bërë, mos ma bëjmë. Okej, Sara, ta të falë. Sa herë kam dashme të nërprejva ty, po e majta vetin se është sa ke folë. Edhe, i kujtoj Sares që metoda e Sares është jo vetëm me njëjta, nëse kjo me folën për cepa më përket mu, që nuk e besoj, por edhe mua zi, në sensin që Sara për shembull prajmin e kalum, më tha atë që më tha, kena pas ta një javën me ma thanë veç, nuk ma tha, priti prajmin me ma thanë. E pash klipin aty? Një ndorë. Si ta thoja për para? Një ndorë. 2. Përsa i përket raportit që Sara jep vedit fort, me thanë që jam shoqe angusht e Vanesës, unë personalisht nuk e kam besu kur, jam mundu edhe unë për të njëjtat arsyet të Sarës, dhe me thanë për mos me lëndu Vanesën, me ja ba me kuptu, dhe me thanë, të i thanë për shemë, këtë dion, Vanesa mos harro që jena unë dhe ti këtu mranda dhe në... Së është manipulim këtë? Ata dhe Sara. Mos harro që jemi unë dhe ti. Po jo mos e po nuk ka manipulim, ma është ajo që unë mendoj, sepse unë jam i bindur, po shkoj të pika që Sara thjesht e ka përdor Vanesën për me fol, për me marrë shembullin e podcastit, marrë tanë raportin që ata kanë pas, dhe me thanë, Sara ka pa në Vanesën një person të pastër, një person që në disa momente mund tjetë edhe të regu pak naive që është gjaja
naturale që tanë kina kënë naive në atë moshë, tanë vazhdojmë në disa momente me kënë naive, pra nuk është minimalisht faji i Vanesës, se Vanesa është një personat ma të meqme që unë njofë, pra nuk ka punë me kënë i meqme, mos me kënë i penqme, punë me kënë pak naiv, edhe me kënë një shpirt mirë, një shpirt gjanë, edhe një shpirt i pastër, edhe Sara e ka sjellë si që ka dashtë. Edhe sot, Sara përdor këtë miqësin që është totalisht falsu me Vanesën, normalisht për me mësullë mu. Për mu, Sara ka probleme të mlaja, po e përsirë si që kam thënë edhe në klip, me një egocentrizm, që atë thamë unë ty që gjigant kisha me thënë, Sara rrenë shumë, edhe është një diçka që unë nuk e duroj ma, edhe sot hera fundit, rrenë edhe për gjana banale, a ke parasysh se hajtë për gjana... Për cile? Rrenë për gjana banale. Më thuaj pra? Do të thamë... Po, ma thuaj. Ma thuaj. Për shamu, për bëj shamu, pa ka që banal me Sara. Po jo, ma thuaj. Je sigur? Po, ma thuaj, mërë burë, ha? Okej. Sot kur ishim... Te Markina. Kur ishim... Brava! Përveç ileve, ileve tjera. Por me- sot kur ishim të frutat, ta kupton, për i gjo ka që banale që unë i thash sot, të lutem Sara, bani frutat të ajo koshi plastik me logun e sponsorit. Edhe aja tha, jo, e di unë, edhe i bani të koshi tjetër. Tak, Indri, tak, a i shkova, tak, a i të lutem shumë, jam të folë Sara. Okej, se ndoshta s'ka rëndësi. Jo, të lutem, se Një sa kur më tha që gënjej, nuk ja vlen. Shkurt ma ka beti qenë arban totalisht për e me kundërta. Nuk e di se kush është gënjeshtari në këtë mes. Një Sara person s'po i që bjen thot, maska, Sara po flet jo në pra se është përcepa, gënjeshtër, është manipulator profesionist në këtë edhe maska moment. po bjen, edhe unë shqyqër Indri, më vjen keq zemër, por në këtë moment ti po e lëndon Vanesën, jo unë nuk po bëj asgjë, po pra, unë nuk po bëj asgjë, ti e ai që po e lëndon Vanesën, unë vazhdoj ta kem shumë i keq, nuk kam folur. Thoshe një gënjeshtër të madhe që të ka shgënjur, Indri mos u merr me gënjeshtrat e vogla. Unë e thash pas ta fat gjana Ishte Po mirë. s'është e vërtetë. Kjo është një gjë që të ka shgënjur vërtet, sepse s'po kuptojmë. A thash gjana, rrena gjana Po banale. s'është e vërtetë për gjëra pra. banale. Po mi Kjo okej, s'është e okej. vërtetë, se Kjo kanë është qenë mendimi njerëz jam për aty që Sarën, s'është e edhe vërtetë. nuk ma e Dhe më kërkush vjen për keq trunin. Indri që një sekond mos se po flas, pyetje. lutem. Kush janë këta që të kërkojnë ty llogarinë e realitetit Në tjerat, pra, në tjerat, që është po. personale? Atëherë, unë po mbaj durimin tim Po, për mësova me mënyrën moza, se si unë e kam parë këtë situatë. Unë nuk i kam treguar kur Indrit se si të sillet, se si të bëj, por patjetër që reagimin tim si shoqja e Vanesës e kam dhe e di me 100% siguri që të njëjtin reagim që unë jam munduar mos ta them prajmin e kaluar, e kanë pasur dhe shumë njerëz këtu që janë edhe afër Indrit dhe afër Vanesës. Kështu që më vjen keq, nuk mund t'i hedhësh pak hija asaj që ti do të mbulosh. Kjo është e vërteta Indri. Ty do të ndjegësh sa të doj, ti nuk të loj, ke humbur busullën dhe ti mendon që do të ta gjej unë. Unë se kam pas kur ma të qartë busullën. Nuk Po duhet kuptosh. ta gjej dot. Duhet kuptosh që busullën e kam shumë Po qartë. vjen shumë keq Indri. Jo, mos vjen Radhës hiç që kaloi e bëre me Ilirin, tani po e bën me mua. Je shumë gabim. Okej, jam shumë gabim. Atëherë, Ilir, po, më thuaj. Po, shumë e shkurtër, unë nuk kuptoj se si Indri, që ka Vanesën kaj shumë për zemër edhe gjitha të që ka ndodhur këtu brenda me Henrin, dhe Henri i ka thënë Vanesës, përveç faktit që nuk u përplas me Henrin, si shduhej përplasur një mashkull që i ofendohet e dashura, me atë që ata përhaqërën, sot e kësaj dite, rrinë non-stop bashk, dhe unë dua të di arsyen pse. Në rrallë parë, kush je ti me më thonë si përplaset një mashkull me Henrin? Kapi nga moza Një këtë ndorë. e përdor. Një ndorë, Kush je ti? ato janë durët e tuja. Kush je ti? Më shpjego kush është respekti që ti jep Vanesës duke u shoqëruar me Henrin. E diur respektin që i jap Vanesës, kush je ti me më thonë mu se si mu përplas me Henrin? Unë, kur jam përplas, unë, kur ka noll gjaja që ditën një, edhe kur ti e ke bërë qaj në mes të prajmit, kam denjur unë afër Vanesës, jo ti. Edhe kur e ke gënjyer, kam denjur unë afër Vanesës, jo ti. Dhe kur ka qarë aty, dhe kur i ka ardhur vllai, i ka thënë hajde ikim, kam qenë unë afër Vanesës, jo ti. Kur do ka interesuar ty atëherë. Dua të Hajde tani. pak Kostanën se çfarë mendon patjetër, për këtë situatë. Po pse patjetër Kostana? Po Kostana dihet çfarë mendimi ka që ku ka ardhur. Ta dëgjojmë se ndoshta ka mendim të kundërt. Albana mendoj edhe një herë, mos më pyesësh. Kostana. Faleminderit për fjalën. Kam biseduar në fakt pak fare me Indrin për këtë çështje, nuk kam qenë pjesë e dinamikave për ta parë Indrin Vanesën bashk, por më vjen pak përqeshur nga vetbesimi i frikshëm që ka Sara
kur e nisë çdo fjali, ai duhet të kishte thënë, ose ai duhet të kishte Mund të bërë. kishte thënë. Më Dhe dëgjoj me do me vëmendje thënë të herë gjithë kjo gjë më duket shumë e çuditshme dhe më vjen për të qeshur, duhet ta dëgjoj njeriu vete. Një e para dhe e mbylla këtë. E dyta, në lidhje me Indrin apo me çdo person tjetër këtu brenda që mund të bëhet çift, unë mendoj që njerëzit hynë për të përfaqësuar veten dhe unë jam e gëzuar, e them shumë sinqerisht, që po e njoh Indrin. Sepse në kohën që ishte me Vanesën, nuk mund të bisedoja fare me Indrin. Pra ishte problemi Kështu që, Vanesa. jo si ishte problemi, por kur njerëzit janë çift, brenda një loje, humbasin identitetin e tyre. Dhe kjo është e vërtetë. I the aktorat ati. Dhe mua, o Sara, nuk po... O Sara, egocentrizmi jot nuk ndalon zemër. Të lutem, mësove fjalën, vazhdo. Dhe unë kam mësuar unë sot egocentrizmin. Sot mësova egocentrizmin. Edhe Sara e kuptoj që unë Po çuditem. Ky është problemi. Arbana, kjo është ajo që dua të them. Jam e gëzuar që po e njoh Indrin nga afër, sepse besoj që... Kostana mendon që ka qenë Vanesa ajo që nuk ka lënë hapësirë mendoj që Indrit, apo marrëdhënia? Mendoj që marrëdhëniet, jo Vanesa, absolutisht. Mendoj që marrëdhëniet i pengojnë konkurrentët për të treguar plotësisht identitetin e tyre. Dhe besoj është normale, edhe në jetën e përditshme, ne shkrihemi me njëri tjetrin dhe përshtatemi dhe humbasim diçka nga vetja.